të më hiqen ato emocionet që i kam. Edhe? Të janë heq emocionet deri sot? Po. Deri diku, a? Pak. Pak. Mirë, ke këndu para publikut deri sot? Po. Kam kënduar edhe këtu i kam orë 2 çmime. E para ka qenë në Strug, ka qenë festivali e peshku i artë. Këtë e kam orë vendin e dytë, edhe këtë kam kënduar këngën time të dytë, Zemra tona janë njësoj, që e ka shkuar dhe ka bërë melodin Dafina Smojli, dhe ndërsa orkestrimin e ka bërë dirigenti Hajrëlla Syla. Dhe kjo, e kam orë, afet këtë e kam orë vendin e dytë, me këndime që kam vazhduar të punoj, me këngën time Koha pa ekran, është kënga ime që e kam bërë e para, këtë tekstin ma ka shkryt momi im, ndërsa melodin dhe orkestrimin dirigenti Hajrëlla Syla. Dhe si e ndje kur ke dalë për para publikut duke kënduar? Ti e përmende pak më herët flautin, që të sjellë emocione, por gjithsesi emocionet kur janë duke kënduar janë të tjera. Po, unë kur jam dalë, kam filluar të kërcej, pastaj kam kënduar dhe kam posur pak emocione, por i kam hequr. Si? Kush ndihmoi? Si ndodhi? Vetë, se i kam thonë, nuk i nevoj më stresu, se e di që di mja dalë edhe zakonisht edhe familja më ka përkra. Po, normalisht. Mami është gjithmonë me ty? Po. Si kujdeset mami për ty zakonisht në daljet e tilla? S'ki nevoj me po stres, nuk i nevoj të shqetëso, se të ja del se ki një zëtë mrekullueshëm. Po, kujdeset edhe për gjëra tjera? Po, për gjëra të tjera, si për të rrobat. Kujdeset edhe për veshjet? Po, apo i zgjedh ti vet? Jo, me mua, kujdeset për mua, më shumë për rrobat e mia, për flokët e mi. Do me thonë kujdeset për krejt. Për krejt. Po mirë shumë, çfarë të pëlqen të këndosh më shumë ti, apo kë dëgjon ti më shumë ti, me ku inspirohet Shiga? Unë inspirohem edhe në operë, po ashtu inspirohem edhe në këngë të ndryshme, dhe me thonë prej vendeve të në Evropë, si për shembull në Amerikë, ose në anglisht kam qef me kënu ma shumë, se me i përshtatët zonit tim. Çfarë ndëgjon më shumë ti? Në ma shumë ti dëgjoj Hello Beyoncé, Celine Dion, Adele, e kështu. Po mirë, e përmende pak edhe operën edhe e përmenda gjithashtu edhe unë që në fillim. Kur i taku ti me operën, kë e ke dëgjuar ti për herë të parë, apo ku e ke dëgjuar operën për herë të parë? Për herë të parë, e kam e shuaj në telefon të provoj se me këndu një herë,